Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, sot jemi në edicion në radhës të emisionit Dimension dhe jemi në televizionin 6+1 Vlora. Sot kam një të ftuar të jashtëzakonshme dhe jashtëzakonshme e quaj sepse është një vajzë e cila në fillimet e saj ka nisur rrugëtimin si një aktiviste e përkushtuar ndaj mjedisit, por sot është një zë dhe është në arenën ndërkombëtare, është simbol i mbrojtjes mjedisit. Dhe kjo është Besiana Guri. Mirëmbrëma Besiana. Mirëmbrëma Ulana, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që gjete kohën dhe që gati e kthyer në një kaq e re, në një personalitet të mbrojtjes së mjedisit dhe unë të komplementoj dhe je një vlerë e shtuar në këtë emision, në të cilin e sot në fakt për mjedisi është i gjerë, por ne do të flasim kryesisht për ujin, për këtë aset të rëndësishëm kombëtar të vendit tonë. Ujin, por burimet ujore, uji, deti, liqenet, lumenjt, rëndësinë e tyre dhe në çfarë kushtesh aktuale ndodhet Shqipëria në këtë raport të këtij elementi jetik kaq të rëndësishëm dhe më tej do të vazhdojmë cilat janë masa dhe cilat janë rekomandimet tuaja si eksperte në përmirësimin e të gjithës, duke patur dhe në vëmendje kapitullin 27 të Bashkimit Evropian, kushtet që ne duhet të ofrojmë dhe të plotësojmë lidhur me mjedisin. Me kënaqësi dhe njëherë faleminderit. Okej, pas insertit do të jemi sërish këtu në studio me Besiana Gurin. How many people can join? Forward. Jemi sërish në studio me Besiana Gurin dhe për temën që do të flasim kryesisht sot është uji, pse është jetik dhe pse është kaq i rëndësishëm dhe një aset kombëtar në Shqipëri uji, por jo vetëm në Shqipëri, në të gjithë botën. Besiana, do të doja nga ju dy fjali lidhur me këtë çmim kaq të rëndësishëm, jo vetëm për ju si individ edhe si personalitet në mbrojtje të mjedisit, por dhe për Shqipërinë dhe cilët janë këta aktorë të cilët kanë patur këtë vëmendshmëri ndaj ekspertëve shqiptar dhe i kanë nderuar me këtë çmim kaq të rëndësishëm. Po, çmimi në fakt është një gjë goxha e madhe, është një arritje e madhe
personale, profesionale e imja për ekipit, e kolegu tim, të gjithë ekipit që ka punuar për Vjosën, për mbrojtjen e Vjosës, por për Shqipërinë për më tepër, sepse erdhi për herë të parë në vendin tonë. Është po të thuash i barës vlefshëm me Nobel për mjedisin, duke qenë se nuk ka një Nobel për mjedisin dhe ky çmim konsiderohet i tillë, pra është një çmim goxha prestigjioz. Ju keni marrë çmimin Goldman Environment Prize, që është Nobel i gjelbër. Po, Goldman Environmental Prize që është jepet për aktivist që kanë për punë të shkëlqyer në mbrojtjen e mjedisit në gjithë botën dhe për çdo kontinent jepet nga një çmim. Për Europën në 2025-ën e mori Shqipëria, pra ishim ne që përfaqësuam Shqipërinë dhe Vjosa, sigurisht, lumi Vjosa. Kryesisht aktiviteti juaj ka qenë, kur them juaj, ka qenë edhe i Olsi Nikës, ti dhe Olsi Nika keni marrë këtë çmim kaq të rëndësishëm, po kryesisht aktiviteti juaj ka qenë lumi Vjosa? Po. Domethënë dhe qëllimi pse çmimi u dha Olsi Nikës dhe Besiana Gurit, pra ne të dyve për punën e bërë në mbrojtjen e Vjosës, një punë 12 vjeçare, një dedikim përtej punës në fakt, pra një pasion dhe një mision që u kthye tashmë duke bërë çfarë të ishte e mundur edhe e pamundur për Vjosën. Qoftë nëse ne kthehemi fillimet tona, shumë gjëra nuk i mendonim që do t'i arrinim, por fatmirësisht ja arritëm edhe sot kemi një zonë të mbrojtur. Nga lumi i fundit i egër në Europë, tashmë kemi parkun e parë kombëtar të një lumi të egër në Europë, dhe kjo fal punës që në fakt dua ta them sërish që me të vërtet ishin 2 persona, pra ishim ne 2 individët në Shqipëri, por është një ekip i madh dhe një grup i madh njerëzish që kanë kontribuar gjatë gjithë kohës. Okej, një kuriozitet vogël që e folëm edhe para se të fillonin me emisionin. Si ishit të vëzhguar dhe si u arrit në këtë çmim, si u identifikuat ju 2 personalitetet të tillë? Po, çmimi ka një formulë të cilën e shikon punën tënde, ti nuk je në dieni. Pra ne nuk ishim në dieni, kishin diku të rreth 2 vite që na ndiqnin, pasi kishin marrë një nominim, një sugjerim, pra nga personat e tyre ka një ekip njerëzish që punojnë për këtë gjë, shikojnë çfarë bëhet në botë dhe ku janë rastet e suksesshme, sepse këto vlerësoheshin. Dhe është parë puna e bërë për Vjosën, me shpallën e Vjosës park kombëtar, pastaj, si thua, u vulos dhe u bind ekipi i juris për ta dhënë në rastin tonë çmimin Goldman Environmental Prize. Dhe mënyra se si e merr vesh është shumë interesante, sepse e merr vesh vetëm pasi është vendosur. Pra ti nuk je në dieni gjatë procesit të vlerësimit, sepse duhet që ti të bësh punën tënde pa qenë indikuar. Kjo zyrë ku qëndron, kjo zyrë që... Zyrat qëndron janë në San Francisco, në Amerikë. Dhe për marrjen e çmimit atje bëhet ceremonia. Ne ishim në San Francisco në prill të 2025, pra këtij viti, për të tërhequr çmimin. Çmimi organizoi, pra për çmimin organizoi një ceremoni shumë e bukur në Opera House, në salonin e madh të operas në San Francisco, në një audiencë për 3000 vetash. Dhe në skenë gjiteshin ata fituesit e çmimeve që ishin edhe nga vendet e tjera, një nga Mongolia, nga Amerika, nga Peruja, nga Spanja, për ishujt Kanaria, Europa, që ishim ne, nuk e di nëse harrova ndonjë, por kjo ishte ideja e ceremonisë dhe patjetër që ceremonia vetë kishte edhe një promocion të madh, pra edhe vetë çmimi nga organizatorët pat një promocion shumë të madh në media ndërkombëtare dhe pati goxha interes për punën tonë. Natyrisht ky çmim kishte edhe vlefë monetare, nuk është si çmimet që janë stimuluese, por edhe vlefë monetare. Po, një çmim i kompletuar. Eksakt. Okej, ne të komplimentojmë dhe të falenderoj që je këtu në këtë emision. Vazhdojmë me temën tonë lidhur me ujin dhe me rëndësinë e ujit, cilat janë burimet ujore të ujit dhe pse është një aset kombëtar i rëndësishëm. Për ta lidhur ndoshta me çmimin dhe këtë tregojmë pse është kaq i rëndësishëm uji, sepse betejë jon lidhej pikërisht me ujin, pra pikërisht me lumin Vjosa dhe përpjekjet për ta mbrojtur ata vlerësohen në nivel botëror. Patjetër, burimet ujore janë që tek burimet nëntoksore, që ne nuk i shohim, janë burimet që na furnizojnë ne me ujë të pishëm, janë lumenjt, janë liqenet, janë deti, përrejnët. Shqipëria ka fatin që ka burime dhe ka ujëra pra të shumta dhe lumenjt të shumt, dhe le të themi që jemi të bekuar
qoftë nga Bregdeti, qoftë nga malet, i kemi të gjitha llojet e ekosistemeve ujore. Edhe është një fakt në fakt, sepse uji është baza e jetës. Baza e jetës jo vetëm për njerëzit, por për speciet, për biodiversitetin, për bimësinë, për klimën. Është ai regulatori i klimës dhe regulatori i jetës. A kemi një vlerësim të saktë lidhur me sasinë e ujit dhe situatën që kemi? Pra, një verifikim, sepse ajo që përmendët ju, ndryshimet klimatike, ne nuk jemi si përpara 30 vjetësh që ishin me vërtet një vend hidrik absolut, por sot, pasi kanë kaluar dhe shumë vite dhe studime të ndryshe të thelluara a janë bërë, dhe a kemi një vlerësim të saktë të sasisë ujit dhe si po shkon ky trendi ndryshime klimatike dhe se si po ndikon në sasinë e ujit në Shqipëri? Në fakt, monitorime në nivel kombëtar nuk është se ka ose të dhëna, le të themi konkrete, nuk ka lidhje me prurjet, por janë disa studime të veçanta që bëjnë vlerësimin në disa lumenj. Në rastin e Shushicës, për shembull, ne si aktivistë kemi marrë një nisëm të tillë bashkë me shkencëtarët dhe është vlerësuar që burimet, pra buronja që vijnë nga Shushica, në 30 vitet e ardhshme do të ulen me 30-40%. Vetëm nga efekti ndryshimeve klimatike. Kjo është përqindje shumë e lartë. Një ulje shumë të madhe të prurjeve. Pra, do të kemi rreth 30-40% ulje të niveleve ulje, po të burimeve. Të burimeve ujore në Shqipëri. Madje është e pa e dukshme me sy të lirë, unë personalisht e kam parë, sepse unë kam vite që jam në zonë dhe Shushicën po themi 4-5 vitet e fundit e kam vizituar shumë shpesh dhe vetë zona ku burojnë, që është kanë qenë diku të 20 burime, pra ka shumë burime aty, çdo vit dhe ka pasur më pak. Këtë dimrin që shkoj, ishte pothuajse e tharë, pjesa e buronjave, do të thotë që e kemi edhe të dukshme me sy të lirë, se si ndryshon komplet. Dhe pastaj, patjetër kur do të futen edhe aktivitetet siç është marrja e ujit për efekt ujësjellësit, presupozohet që një pjesë e mirë ujit do t'ikë dhe do të kemi një ndikim edhe më të madh. Por edhe sikur të mos e llogarisim pra marrjen e ujit për efekt të projekteve të tilla, qoftë nga thjesht nga efekti i ndryshimeve klimatike, do të ketë një rënje të burimeve. Por kemi edhe anën e kundërt të medaljes, siç janë edhe prurjet e mëdha. E kemi ndoshta të freskët tani. Në raste të shirave të rrëmbyeshme, kemi prurje të mëdha dhe këto në fakt janë gjithashtu efektet e ndryshimeve klimatike, që këto e thonë ekspertët dhe në momente që ne kemi këto përmbytjet katastrofike, shqyr le themi në këtë rast nuk i patëm, shpëtuam hëran, por janë dhe funksione natyrore të lumenjve. Për shembull, vjosa ka një cikël natyror të përmbytjeve, e ka diku te 10 deri në 50 vjet, edhe këto përsëriten. Por e mira që ne ta njohim, të njohim se si funksionojnë sistemet ujore, si funksionojnë lumenjtë dhe të përgatitemi për. Okej. Po ndotësit më të mëdhenj të ujrave, cilët janë, të lumenjve, liqeneve, deteve? E kemi dhe një lajm shumë të freskët që në Kroaci janë gjetur shumë ndetje plastike që i skabitona, të ndryshme dhe kemi qenë ne pikërisht Shqipëria që dhe më bëri përshtypje që e kishin identifikuar nëpërmjet shisheve të shkruara dhe është e sigurt që jemi ne, apo edhe topa që luajnë dhe me radhë. Pra janë të identifikueshme që janë nga Shqipëria. Kjo tregon një gjë që ne jemi të ndërlidhur. Mjedisi nuk është i kufizuar, nuk mund të ekzistojë vetëm në lagjen time apo në qytetin tim. Ne jemi pjesë e një planeti të tërë dhe jemi pjesë e një ekosistemi të gjerë. Dhe çdo gjë që ne bëjmë këtu ndikon edhe në zona të tjera, natyrore, në ekosisteme të tjera. Dhe kjo është shembulli më konkret, fatkeqësisht, por është dhe një ndoshta dhe një kampan alarmi dhe një mënyrë për të ndërgjegjësuar njerëzit që çfarë ndodh në Vlorë apo në Kukës apo kudo në Shqipëri, jo vetëm ndikon Bregdetin, jo vetëm ndikon zonat përreth në vendin tonë, por dhe vendet fqinj, edhe qoftë edhe pastaj në nivel të gjerë. Por për të kthyer tek ndotja, plastika është një nga ndotjet më të dukshme dhe më të mëdhaja, të thoja. Me pak fjalë, me një fjali, pse pikërisht plastika është? Sepse ka teleshikuar duke dëgjuar edhe në emisionin kur kisha një ekspert tjetër folën për plastikën. Themi gjithmonë është e dëmshme, pse është e dëmshme? Ku ndikon? A ndikon në shëndetin tonë?
Patjetër, në radhë e parë, plastika është një produkt jo natyror dhe një produkt që nuk është, pra si quhet në anglisht biodegradabil, që nuk degradohet në mjedis, pra nuk kompostohet. Nuk shpërbën. Nuk shpërbën. Eksakt. Duke mos u shpërbër, ai jeton aty me mijëra vite. Megjithatë ka një proces shpërbërje shumë të ngadalt që e shpërbën atë në copa të vogla që quhen mikroplastika. Dhe mikroplastika është një ndër armiqtë më të mëdhenj të njerëzimit sot, sepse ajo shkon në toka, shkon në specie, në peshkun në rastin e detit për shembull, peshku do vi në pjatën tonë, ne do ta ham, direkt do të vi në organizmin tonë. Dhe shkaqet janë duke u parë, por besoj që është disa vite më vonë do shikohen, më saktë pasojat janë duke u parë në shëndetin tonë, por kam përshtypjen që pas disa vitesh do të ketë ose të zbulohen tamam kush janë pasojat, se ende nuk dihet mirë se kush janë pasojat. Prandaj plastika është shumë e dëmshme dhe shumë e rrezikshme. Dhe është një produkt që duhet patjetër të ndalohet ose të reduktohet, të menaxhohet, jo të hidhet ose të përdoret pa kriter. Okej, je dakord me një thënie të një profesori që e dëgjova diku në televizion që ndotja e mjedisit është në përpjestim të drejtë me dëmin që na sjell ne në shëndet? Po, madje mund t'jetë dhe më shumë. Unë jam shumë dakord sepse çdo gjë që ne bëjmë ka ndikim në shëndetin tonë. Qoftë ndotja e ujit, apo e ajrit, apo prerja e pyjeve, çdo lloj dëmi që ne i bëjmë mjedisit kthehet në dëm në shëndetin tonë. Ne nuk mund ta konsiderojmë veten jashtë toksor. Ne jemi toksor, pra ne njerëzit jemi pjesë e një ekosistemi. Siç ndikohen kafshët nga prishja e habitatit tyre, kështu ndikojmë edhe ne nga prishja e mjedisit. Nuk duhet ta konsiderojmë veten të ndarë. Prandaj patjetër ujërat të pastra janë ato që ne kemi nevojë. Nëse ne duam të pim ujë, duhet të kemi një ujë të pishëm të mirë në gjendje të mirë. Po nëse uji do të ndotet, ne do të kemi sa më pak, akoma dhe më pak, burime të pastra dhe të sigurta për të pirë. A kemi zona të izoluara që janë më me rrezikshmëri të lartë ndaj ujit, ndaj thatësirës apo ndaj ndotjes? Po ka zona që lumen, për shumë janë më të rrezikuar, janë zonat ku ka afër aktivitet industrial, si nafta, pra minjerat, to aktivitetet e rënda, le të themi. Aty vërtet është ndotja shumë e madhe, aksidentet që ndodhin në lum janë goxha katastrofike, ne i kemi parë dhe në Pjos, por mund të flasim dhe për zonën e Fierit, pra ku ka aktive, puse nafta apo aktivitet. Aty është ndotja është evidente dhe është dhe vërtetuar që ka dëmtuar shëndetin e njerëzve që jetojnë aty. Ndërsa zona që ndoshta janë më sensibël ndaj thatësirës, përveç ose do të veçoja këto zonat ku ka ndërtim hidrocentralesh pa kriter, sidomos në veritë e Shqipërisë, lumi i Fan për shembull është futur gjithë në tuba dhe gjithë zona është në thatësirë. Dhe zonat ku ka vazhdimisht djegje të pyjeve, prerje të pyjeve, erozion të lartë, ato janë zonat më të rrezikuara. Pra ju thoni ku ka zona në të cilat janë hidrocentralet, janë më të rrezikuara ndaj thatësirave të ujit? Po, sepse uji që presupozohet të rrjedhë në shtratin e tij është i futur në tuba për efekt të prodhimit të energjisë. Dhe një pjesë e mirë e shtratit mbetet e thatë. Dhe bimësia që duhet të zhvillohet aty nuk e ka ujin e mjaftueshëm. Dhe njerëzit patjetër nuk kanë ujë për vaditje, nuk kanë ujë për të pirë, apo pastaj pa konsideruar rekreacionin dhe turizmin që nuk mund ta konsiderojmë në këtë zona. Këto do të veçoja, pastaj patjetër që ka zona që, siç e thash, pra siç është rasti i burimeve, ku ne shikojmë një ulje të ndjeshme të burimeve dhe një presion të lartë për marrjen e ujit. Okej, në përgjithësi, ju si eksperte në këndvështrimin tuaj, lidhur me menaxhimin e këtyre burimeve ujore, se ne flasim tani për situatën si e kemi, por si mund të menaxhohen dhe ku mund të fokusohet një si pushteti vendor, ashtu edhe qendror. Çështja e menaxhimit të ujit në fakt është një nga detyrat më të vështira që ka sidomos pushteti vendor, sepse është ai që ndoshta menaxhon ose duhet të menaxhojë ujësjellsat apo duhet të japë miratime për projekte, nga ana tjetër vendimet merren në nivel qendror dhe këtu ka gjithmonë një konflikt ose ndoshta një vështirësi për të bashkërenduar,
Por ajo që çfarë është më e rëndësishme rreth parë duhet vlerësohen ku janë zonat e mbrojtura. Burimet ujore që janë në zonat e mbrojtura duhet të qëndrojnë aty të paprekura. Ku ka komunitete që jetojnë dhe komunitete që varen prej atij uji, gjëja e parë që duhet bëhet të vlerësohen nevojat e atyre komuniteteve dhe të pyeten ato komunitete. Ne kemi në zonën ku ne jemi, kemi 2-3 raste, të cilat banorët janë ngritur si ajo Edukati, Tragjasi, Shushicës, janë ngritur dhe shpeshherë nuk janë pyetur ndoshta në kohë, qoftë nga kompania ose nuk janë pyetur aq sa duhet. Unë mendoj që pjesa e komunikimit me komunitetin është shumë e rëndësishme, sepse qoftë edhe për pushtetin vendor, ka një rol dytësor në këto lloj projektesh, por mund të lehtësoj, me sa unë e di, ndoshta edhe ka parësor, me sa unë e di e ka dytësor, pra si më thënë faciliton projektet dhe ka një mundësi që ta përmirësoj procesin. Okej, lidhur me dëgjesën, sepse më hapi një moment të rëndësishëm me çfarë ndodhin në situatat, por në fakt uji është një aset kombëtar, është një pronësi e kombit e Shqipërisë. Nuk është të thënë që ujin kalon në poshtë pallatit tim, edhe ne pallati e kemi tonin dhe do ta mbrojmë. Pra, edhe në kontekstin e dëgjesave, sepse ne kemi bërë shumë dëgjesa, edhe Bashkia Vlorë, jo për ndryshimet klimatike, apo shumë problematika, në dëgjesa së pari, kur bëhet dëgjesa, nuk janë personat të vëmendshëm ndaj asaj çfarë prezantohet. E para, dhe e dyta, konteksti dhe këndvështrimi i qytetarit, kur e pyet, jo, duhet të jesh ekspert që të kuptosh dhe të bashkohesh me këtë gjë. Edhe në rastin e ujrave, nëse uji konsiderohet si një pronësi e individit, e zonës, e fshatit, e pallatit, ky është një gabim në koncept, apo jo? E vërtet është, por edhe pse uji është pra një e mirë publike, nuk e heqim të, por gjithmonë, kur flasim për një burim ujor, në një lum apo në një përrua, banorët që jetojnë aty janë parë që duhet të merren në konsiderat. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet ja marrësh në asnjë mënyrë. Pra, duhet gjesh mënyrën se si banorët të binden ose të jenë pjesë e një procesi. Okej, këtu pra kjo është menaxhim edhe të vetë njerëzve gjatë bisedës edhe gjatë qartësimi situatave dhe i asaj që kjo nuk do të çedoj dhe nuk do të krijoj problematika të vetë qytetarëve të zonës. Kurse kur flasim për zonat e mbrojtura, aty është një diskutim tjetër, do thoja. Në momentin që kemi një park kombëtar apo kemi një zonë çfarëdo lloj kategorie, duhet shikohet me prioritet mbrojtja e mjedisit. Pra, ndahen ndoshta patjetër komuniteti futet tek të dyja, por në rastet kur nuk është një zonë mbrojtur, jepet, mendoj unë, rreth parë pas vlerësimit të burimeve ujore, edhe komuniteteve që ose dhe ekspertëve patjetër. Pra, e mira është që proceset të jenë gjithëpërfshirëse dhe të bëhen sa më herët jetë e mundur, sepse e ka treguar dhe eksperienca që është shumë më e mirë si proces kur të gjithë palët janë të përfshira. Jo gjithmonë bëhet, ndoshta ndonjëherë nuk kuptohen. Aty duhet parë, domethënë ideja është që ne duhet vlerësojmë se si bëjmë këto procese. Qoftë ne po themi sikur të jemi bashkia apo ministria, të mundohemi që ta gjejmë gjuhën e duhur me komunitetin, qoftë ekspertët të marrin pjesë, sepse unë e di që ka edhe një mungesë përfshirëse e ekspertëve. Ndoshta vjen nga një mungesë besimi ose nga një mbi ngarkesë pune, nuk e vlerësojmë dot, por që e mira është, domethënë unë mendoj që sa më shumë pjesëmarrje të ketë dhe gjithë përfshirje, vendimarrja për menaxhimin e ujit, meqense po flasim këtu, do të jetë më e drejtë dhe më e pranuar. E qartë, po në rang qarku për ta zvogluar rrezen edhe të folurit me përgjithësi, po në rang qarku Vlorë, çfarë mendoni dhe çfarë mund të ndani këtu me ne për teleshikuesit lidhur me burimet ujore, me rrezikshmërinë e këtyre burimeve dhe si e mendoni deri në 2030 gjithë këto iniciativa të pushtetit qendror dhe vendor lidhur me burimet ujore? Në rand qarku, pjesa më madhe është burimet e Vjosës, pra baseni i Vjosës, po kemi edhe pjesë të tjera. Unë do thoja që përveç faktit që këto burime ujore, pra po tregohet që janë sensitive,
duhet të mirë menaxhohen dhe gjërat që i takojnë ndoshta njerëzve janë mënyra se si planifikojnë për shembull biznesin e tyre. Ne kemi shumë fermerë në zonë. Të kërkojnë ndihmë ose të mundohen të investojnë në mënyrën e vaditjes, pra në mënyrën e kursimit të ujit. Unë mendoj që kjo do të jetë e ardhmja, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Europën, mënyra se si do të përdoret uji. Unë vjen nga një eksperiencë nga Amerika dhe e pash atje se si kursehej uji në disa elementë që nuk e kisha menduar, qoftë edhe në çezmat e shtëpive ose të hoteleve, nuk kishte ujë me presion shumë të lartë. Pra kishte një nivel të caktuar. Këto janë masa që shtetet i kanë marrë për ta kursyer ujin. Në Shqipëri ne jemi ende në fazën që lëm zorrën dhe nuk e fikim. Nuk e mbyllim ujin dhe lëm të derdhet, ose kur bëjmë vaditje me përmbytje për shembull, sepse ndoshta nuk janë mundësit, nuk është njohuria, nuk është vëmendja që të bëhet një vaditje e duhur. Po, në shumë sektor, nëse fillojnë politikat e kursimit të ujit, do të ketë shumë politikat të tjera, sepse unë njoh për shumë pjesën e bujqësisë, do ndryshojnë teknologji të tëra lidhur me shfrytëzimin e ujit. Okej, a janë basenet një burim gati i ndotjes rreth 80% e detrave? Po, patjetër. Domethënë, Dhe pse janë të tilla? Përveç aktiviteteve që ndodhin direkt në det, qoftë ndërtim apo ndotje. Përpos kësaj, basenet vetë, ndikim kaq i fortë dhe kaq përqindje e lartë e ndotjes së deteve nga basenet. Sepse basenet janë ato të cilat të gjitha derdhen në Shqipëri, të gjitha derdhen në det. Dhe materialet që sjellin, qoftë për mirë, siç janë sedimentet, po qoftë edhe për keq, siç janë mbetje, të gjitha do shkojnë në det. Prandaj ka të bëjë shumë mënyra se si menaxhohen dhe se si mirë mbahen basenet në gjithë vendin, sepse siç e thamë në fillim, çdo gjë është e lidhur. Edhe kështu funksionon, nga lumenjt në det, nuk është e kundërta. Kështu që çdo gjë që do ndodh, qoftë ndotja kimike, biologjike, ndotja fizike, të gjitha do shkojnë në det. Okej, çfarë mund të ndani me ne lidhur me sensibilizimin, ndërgjegjësimin? A është një formë kjo për të evituar dhe për të mos vajtur drejt gjithë kësaj mbetje dhe gjithë kësaj ndotje që ndodh me ujërat? Dhe cilat janë format e tjera që ju mendoni se mund të rekomandoni edhe pushtetit lokal? Unë mendoj që Shqipëria është në një moment emergjence për pastrimin e lumenjve. Ka disa vite që flitet. Kjo është një nga mënyrat për të eliminuar ndotjen dhe duhet patjetër që të ketë një angazhim mbar kombëtar. Kur flasim për pastrimin e lumenjve, si të bëhet pastrimi i lumenjve? Pastrimi nga mbetjet, me aksione vullnetare. Disa gjëra të mira që janë bërë disa vite më parë, hajde t'i sjellim, të rrisim pak ndjenjën e vullnetarizmit tek njerëzit edhe të përfshirësit dhe të përbashkëtës. Se jemi bërë shumë individualist, dhe këtu ndihmon për pushteti vendor, duke organizuar aksione. Por kjo nuk është zgjidhja. Kjo është një pastrim i momentit, por zgjidhja është menaxhimi në burim i mbetjeve. Patjetër, nëse bëhet qoftë një bashki, bëhet model, po themi Bashkia Vlorës, ose edhe një më e vogël në Shqipëri, bëhet model të menaxhimit të mbetjes së ndarjes që në burim, të jeni të sigurt që do të ndiqet nga të gjitha bashkitë, sepse përveç se ne duhet të shkojmë patjetër tek ajo, por duhet dhe një model frymëzimi. Duhet një model i parë. Do të kemi ulje të ndotjes në tërësi dhe të këtyre burime ujore, do të ndikojnë këto riciklimi dhe ndarja në burim? Është një nga mënyrat. Mënyra tjetër është patjetër trajtimi i ujrave, të pa trajtuar, pra të ndotura, ujrat e zeza, të mos derdhen në lumenj, të mos derdhen direkt në det. Impjantet, duhet të ketë çdo biznes impjantet e trajtimit. Kjo është aja e mbajtjes pastës lumenjve. A mos nuk është kosto shumë e lartë që çdo biznes duhet të ketë impjante, a mos do të ishte shumë mirë që vetë shteti apo edhe lokaliteti të krijojë sistemet e kanalizimeve, sepse unë kam parë dhe rasti në Vlorë, për shembull, vjen koha e plazheve dhe deti deri në orën 8-9 është paksa i pastër, pastaj fillon dhe nuk mund dot të shkosh në det dhe të futesh. Pra, e gjitha ndodh nga hoteleria e shtuar, por dhe nga mungesa e këtyre impjanteve, por ajo çfarë kam parë me sy të lirë është që nëse një biznes e ka impjantin, por
dy të tjerët që ka anësh nuk e ka, ai është njësoj, dhe është e lidhur, ajo që tham, e gjitha është ekuilibër, e gjitha janë të lidhura pazgjithshmërisht, si uji, po edhe gjithë jeta janë. Kështu që kjo mendoj që individualisht bizneset të bëjnë këto implante nuk më duket një zgjidhje. Kjo duhet të jenë investime kolosale dhe janë shumë të mëdhaja që të arrihet të pastrimi tyre. Në fakt, keni të drejtë. Megjithatë ne kemi një ligj që i detyron bizneset ta bëjnë këtë gjë. Pra ishte një nisëm dhe madje ka dhe penalitete nëse nuk e bëjnë, me sa unë di. Por vendet e zhvilluara patjetër që e kanë të centralizuar trajtimin e ujrave. Dhe kjo bëhet patjetër nga bashkitë. Mund të bëhen për çdo bashki 2-3 implante që e përqendrojnë dhe i bëjnë trajtimin e ujrave. Kjo është pastaj një projekt i mirëfill dhe kjo do të ishte zgjidhja përfundimtare për trajtimin e ujrave, sepse e tham, ndotja nuk vjen vetëm nga plastika apo nga mbeturinat që ne e hedhim, apo dhe nga mungesa e incineratorëve apo e trajtimit të mbetjeve, por vjen dhe nga ujrat dhe kjo është një ndër ndotjet më të mëdha, sepse është ajo që ne nuk e shohim, shpeshherë nuk e kuptojmë. Pra duhen analizat mirëfillta që të kuptohet sa është ndotja në burimet ujore. Unë prandaj dhe ju pyeta që në lidhje me qarkun, cilën pjesë izoloni, sepse ne duke jetuar në një qytet bregdetar, kur shëtit në lungomare, ndihet gjithmonë kjo e kanaleve, të ujëranëzeza, pra dhe së dyti kur shkon në plazh, shikon që uji nuk është i pastër, fakti që është vetëm deri në orën 8:30 dhe pastaj pra është një problematik shumë e madhe. Kjo është jo vetëm për shëndetin tonë që është parësor, por është edhe për turistin. Janë të lidhura pazgjithshmërisht. Në fakt është fatkeqësi që ndodh kjo në Vlorë, sepse Vlora ka pasur mundësinë që paktën lungomare, që është një zonë e ndërtuar rishtas, të bëhej pak më me planifikim, të merreshin masat paraprakisht. Megjithatë nuk mendoj që është vonë, por është zona dhe më e shtrenjtë, me sa kam dëgjuar. Pra është edhe një nga zonat më të kërkuara për banim, për qira. Pra është një zonë e kërkuar dhe një zonë patjetër mbret të detit. Edhe aty diskutohet që duhet jetë prioritet i bashkisë menaxhimi i ujrave, pra trajtimi i ujrave, menaxhimi vetes, sepse siç e përmendët edhe turizmi aty është i fokusuar. Po turisti do vi një herë, pastaj nuk do vi më nëse nuk do të jetë i kënaqur aty, kështu që ka efekt edhe në ekonomi. Okej, edhe faktori njeri, ne vetë jemi faktor shumë të rëndësishëm në këtë ndotje. A keni ju një mesazh për teleshikuesin lidhur me këtë ndotje të ujrave që ndodh? Pastaj në nivel qytetar, unë do t'ju thoja që të gjithë njerëzit që ndoshta pa i menduar, shkaktojnë ndotje, ta mendojnë 2 herë një veprim që bëjnë. Qoftë në mënyrë se si menaxhojnë mbetjet e tyre, qoftë në mënyrë se si e përdorin ujin, qoftë në mënyrën se si derdhin, mund derdhin kimikat, mund derdhin mbetje nga bizneset, nga fabrikat në ujë. Ta mendojnë që ai uji është i tyre. Pra nuk është uji tjetrit. Uji është i përbashkët, është i gjithë dhe është një cikël. Dhe nëse ne mendojmë në këtë mënyrë, jemi njerëz më të përgjegjshëm. Dhe fillon ndryshimi nga ne. Mund të jetë i vogël, por fillon nga ne. Okej, duke qenë se shumë shpejt arritëm në fund të emisionit, do të doja çfarë do të jepnit një këshill apo lidhur me teleshikuesin, lidhur me temën që kemi patur sot. Teleshikuesit patjetër që unë i vlerësoj që e kanë ndjekur emisionin, sepse një nga mënyrat për të informuar është të dëgjosh këto biseda. Por çfarë mund të bëjnë? Patjetër që mund të futen kush është brez i ri, patjetër mund të hulumtoj dhe të shikoj çfarë kontributi mund t'japin, ku janë organizatat që merren, ku janë institucionet që merren, çfarë po bëjnë, ai po i zbatojnë detyrat e tyre, sepse të vërtet ne kemi nevojë, institucionet tona dhe kanë nevojë për një presion aktivisti, për një presion të jashtëm, sepse nëse gjërat duam të ndryshojnë, ne duhet të flasim për to. Nëse ne nuk flasim, mbetemi brenda bisedave familjare apo në kafene, do të jetë shumë e vështirë që të ndryshojnë gjërat. Institucionet mund të duan të bëjnë disa gjëra, por kanë disa prioritete tjera, ndërsa ne kemi prioritet shëndetin. Ne kemi prioritet, e duhet ta kemi prioritet mjedisin, ne duhet të kemi prioritet burimet tona ujore, dhe nëse ne nuk i ngrem problematikat për krah me veprimet tona të vogla, atëherë nuk është e vështirë që të presim ndryshime të konkrete.
Edhe në fakt ju keni qenë një zë që keni bërë jehon në fakt dhe keni konkretisht edhe me rastin tuaj dhe me kontributin tuaj konkret. Okej, unë të falenderoj shumë Besiana për gjithë kontributin dhe sërish të komplimentoj për këtë çmim kaq të rëndësishëm si që thash individual, por edhe kombëtar për Shqipërinë. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ne shihemi javën tjetër me një temë tjetër interesante. Natën e mirë dhe mirupafshim.